If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloud born, I'll fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a new kids on the block. With each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings. And you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Të pazonjat që të bindnin Blumin të vinte te ato, triksat vendosën të përdornin një krijesë dellëzore që i kontrollon viktimat e saj duke u shqyer me frikrat e tyre. Kësaj here, Wingsat e mposhtin të rrezik vetëm me ndihmën e drejtoresës së shkollës, Faragonda. Po shkon mjaft mirë. Kjo do të jetë një shfaqje e bukur. Pres gjëra të mëdha nga demonstrimi i dragojt tënd. Djemtë e mi edhe unë do të habitim këdo. Shkolla duhet të dalë mirë, të gjithë vipat e magjisë duhet të jenë në shfaqje. A je sigurt se funksionon? Absolutisht po, është një krem që e ka shpikur Flora. Dhe unë i besoj zanës son të luleve. Bëj si të duash. Se që po mendon? Ka që qartë është kjo? Kur vjen punat e emocionet e tua, Blum, je një libër i hapur. Kam kaq shumë mendime nëpër kokë sa më duket sikur do të më shpërthejë e gjitha. Mendime për të kaluarën tënde? Kush jam unë në të vërtet? Dhe çfarë është liçeni Rokaluçe? Edhe ka më? Po, ka akoma. Dëgjoj, nuk e di në mund të të ndihmoj për të shkuarën, por për të tashmen, padyshim që po. Po, çfarë do të thuash? Unë merre Brendonin. Ndoshta nuk është ide kaq e mirë. Është ide mrekullueshme. Ju të dy duhet të sqaroheni. Më mirë se sa të nevrikoseni gjithë ditën. Ke të drejtë. Mrekulli. Duhet i telefonoj që tani? Oh, po sigurisht, nuk ka asgjë si e tashmja. Stella, prit, ku po shkon? Në banjë, dashur, duhet i shpërlaj këtë gjërat nga koka. Mos ke nevojë për ndihmë? Jo, faleminderit, mere. O tani o kur? Mu bë shumë qefi që më telefonove. Do të merja unë, por sapo u ktheva nga shadërvani i kuq. Me të vërtet? Mirë, sepse doja të të flisja për atë që ndodhi në kullën e reve. Nuk ishte koha e duhur, por unë zbulova se ishte një tjetër skeme përpunuar nga Icy, Darcy dhe Stormy. Shtrigat? Po pse? Përse vallë duhet ta bënin ato diçka të tillë ty? E thjesht fare, ato janë djallëzore, kënaqen duke lënduar të tjerët. Gjithsesi, unë doja të flisnim për veten tonë. Tani e di që ka diçka të veçantë midis nesh. Një farë lidhje. Po, por më duhet të shkoj tani. Vërtet, do me thënë, do flasim, mirupafshim. Më vjen keq, Blum. Atëherë? Nuk
e dija, ishte disi I largët. Shmarzi! Ja si është puna, le të presim sa të mbaroj shfaqja. Jam e sigurt se do të telefonoj. Le të shpresojmë që po. Timi, jam në telash të madh. Çfarë do të thuash me këtë? Në lidhje me Blumin dhe Diaspron. Diaspron? Vajza me të cilën do martohem nuk më pëlqen, unë dua Blumin. Blumin? E po unë jam I sigurt që ka një zgjidhje për këtë. Më lër të mendojmë një sekond. Në rregull, ti dhe Blumi flisni apo jo? Atëherë Shumë bukur, jepi faktet atëherë, tregoj gjithçka. dhe çfarë duhet që të bëj? Ti nuk mund ta zvarrisësh kështu këtë situatë. Nëse nuk ke ndjenja për Diaspron, fol me Blumin, ose për ndryshe ti do ta humbasësh. Po, ndoshta ti ke të drejtë, por në fakt nuk është kaq e thjeshtë. Nuk arrit ta kuptoj pse e vret mendjen. Unë s'do të shqetësohesha kaq shumë për një vajzë si Blumi. Çfarë? Ajo flirtuesja e vogël se meriton as gjysmën e vëmendjes që merr. Pastaj, mua Darsi më ka thënë që Blumi I pëlqen të dalë me shumë djem të ndryshëm. Daloni mjaft, mos u çmendë gjë. Brendon, Mirja, a është gjithçka në rregull? Po ti Rivel, si je? Ej, e di që kur ke filluar të dalësh me Darsin, je bëri pa durueshëm. A nuk ka arrin ta kuptosh që ajo shtriga vetëm po të përdor? Ajo nuk është shoqja jote. Kush janë shokët e mi? Mos jeni ju djema? Çfarë po ndodh këtu? Ju tani duhet ishi duke u bërë gati për shfaqjen. Është një ditë e rëndësishme për shkollën. Mos më zgënjeni djema. Po zotri. Ridhën? Po zotri. Mirë. Tani ktheuni në dhomat tuaja. Mora vesh Griffin që I ke përjashtuar 3 shtrigat e reja. Një ndëshkim I rënd, por I nevojshëm. Jam dakord. Megjithse më vjen keq humba studente kaq të talentuara. Janë të reja, por megjithatë po zotërojnë artin e magjisë së zezë. Janë të rrezikshme. Dikush duhet I ruaj ato. Do të jetë e vështirë tani që kanë ikur. E di. Blumi ti ka ikur mendja. Fol me të. Pse, çfarë ka? Çfarë do që të bëj ajo? Ajo do të shkojë në shfaqje. Mori gjë ndonjë ftesë? Jo. Nuk do të ishte problem, apo jo vajza? Por Blum, pse? Edhe unë e pyeta. Më duhet të flas me Brendonin. Ai po më shmanget dhe unë dua ta di pse. Pranoje, të pëlqen. Jo, jemi thjesht Me që është kështu, nuk shikoj arsye që të shkosh aq larg sa të shkelësh rregullat që të takosh. E po ndoshta është e vërtet. Brendoni është I veçantë për mua, por nuk jam e sigurt se që jam unë për të. Prandaj duhet të flas patjetër me atë sot. Me rregull, do të vi me ty tek Shatërvani I kuq. Faleminderit Wings. Hey ju, çfarë jeni duke bërë këtu? Asgjë, ne vetëm porrim. Vrapo! Hey, prisni! Ku kujtoni se po shkoni? Ndaloni! Hey, mrekulli, I humba ato vajzat e çmendura.
sigurt nëse jam dakord. Budallat që trash, për atë zot, shiko ku ecën fshatare. Dhe unë të ndaloj të shikosh të dashurin tim. Zemër, më dëgjon? I dashuri i saj? Jo, nuk është e mundur. Ky duhet të jetë ndonjë reng. Jam e sigurt se po. Ato shtrigat të tmerrshme. U lodha duke pritur. Dua të takoj Skyn. Është aq i pashëm, i fortë dhe i zgjuar. Familja e tij do të jetë këtu. Janë mbretërit më të pasur në të gjithë dimensionin. Akoma s'jam e sigurt nëse zemra jote rre më shumë për princin tënd të pashëm apo për paratë e tij. E po, bukuria shkon dëm nëse nuk rrethohet nga gjëra të bukura. Eja, shkojmë! Sky do të më takoj? Më ndiq dhe lutem, do të çoj unë tek ai. Më falni, zotëri, më duhet të largohem një moment, do të kthehem për hapjen e shfaqjes. Atëherë, ku është ai? Më theret vetë dhe s'është këtu? Gjumë të ëmbë. Hej, ç'kujton se po bën? Mjaft. Kush jeti? Ai si Darcy apo Stormy? S'thua? S'më pëlqen fare toni yt. Unë jam një princesh. Dakord. Kjo do të thotë se do të më duhet të demaskoj me forcë. Blum, flatrat magjike! Parëndësishme. Brandon, a je mirë? O vrave? Jo, vetëm disa të nxjera. Tani është koha ta paguash Riven. Si do qoftë. Hej, çuna, nuk është ky momenti i dur. Duhet të bëjmë shfaqjen e dragojit. Mund të shikojmë gjithë shka që këtu. Ej! Hej! Dua të shikoj edhe unë. Mirë, mbaroj koha, e kam unë radhën tani. Wow! Hej, është radha ime tani, lëviz! Nuk e di fare si e ke hallin, por nëse do të ziesh, Diaspro Prince! Tani më thuaj se çfarë do? Ti je një nga triksat! Au! Çfarë? Jam princesha Diaspro, e fejuara e Sky të Irakleonit. Nuk mund të lëviz. Në rregull, mjaft, shtriga shëmtuar. Ta tregoj unë ty.
Do ta shohësh ti. Famëri për atë incidentin e mëparshëm, apo jo? Jo as pak, shoku. Jo ishte fare pa vend. Unë dragojnë që të ndeshin kundër njëri tjetrit, të duhet të ndërhy. Dragojnë të mirë! Unë të mirë! Ngope tani? Jo, po ti? O Perëndi, ajo vajzë është e çmendur. Brandon? Oh, Sky. Brandon! Çdo të thuash Brandon, ky është Sky, princi i Herakleonit, trashëgimtari i Thronit dhe burimi i ardhshëm. Tani unë? Blum, prit, unë. A nuk është ajo një nga studentet e tua, Faragonda? Po, ajo është. Më prishi çfaqen. Të lutem më fali, dashur Salatin. Po e shoh që se te plojnë vetëm studentët e mi. Radha ime. Oj, Më të shoj. Mjaft tani. Do ta shikoj unë shfaqen. Blum. Asistent. Im zot. Hey! Ku ishe ti kur djali im kërkon të ndim? Ti nuk e mbrojt e mirë atë. Ti je një i paaft dhe unë po shkoj tani. E ndava mendjen. Nuk kam mënyrë tjetër. Nuk kam sa çfarë të bëj. Në episodin tjetër, Blum shkon në shtëpi. S'do të ketë bëj më me magjin. Por Asgardinia s'është në paqe. Triksat vendosin të sulmojnë duke vënë prindrit e saj në rrezik. Misteret e të shkuara së saj do të fillojnë të qartësohen për Blumin, po me çfarë çmimi?